Një operacion policor i zhvilluar në territorin e qarkut Korç ka çuar në goditje një rasti të organizimit të lojrave të fatit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Si rezultat i këtij aksioni, në pranga ka përfunduar 57 vjeçari Ardian Ropi, pronari i lokalit ku zhvilloi aktiviteti i palishëm. Sipas hetimeve, 17 persona të tjerë janë proceduar penalisht për vepra penale të moskallëzimit të krimit dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë, gjatë operacionit është konstatuar dhe prania e një punonjësi policie të pikës kufitare të Kapshticës, i cili ndodhej në ambientet e lokalit në momentin e ndërhyrjes. Hetimet kanë zbuluar se efektivi kishte dieni për vendosjen e bazave sportive dhe shitjen e lëndëve narkotike në këtë ambient, por nuk ishte njoftuar autoritetet kompetente. Për këtë arsye, ndaj tij ka nisur procedimi penal për shpërdorim detyre nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Gjatë kontrollit në lokal, policia ka sekuestruar 14 doza me kokainë, një shumë parash në lek, euro, pound dhe lira turke, një automjet, 8 aparate celulare dhe letra bixhozi dhe çipsa që përdoreshin për organizimin e lojrave të fatit. Po ashtu, nga këshyrja e celularëve të 57 vjeçarit janë gjetur faqe aktive për baste sportive. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit palishëm dhe identifikimin e personave të tjerë.